Mirë se vini në rubrikën ku radha është e mikrofonit tem. Unë do t'ju bëj një pyetje direkte. A mani mend Kedlinin e vogël që dilte në për televizione, në për festivale, si puna jeme? E po, sot unë e kam këtu përballë, tashmë një Kedlin i tritun, edhe që ka bërë dhe një mini Kedlin. Si e? Mirë zemër, po ti si kam? Mirë. Shofim, po edhe mbaj shumë qetë. Faleminderit, të erdha këtu. Qa është ky vend për ty? Që t'ja shpjegojmë edhe atyne që po na ndjekin. Se nuk ka marrë dhjom kot këtu. Atelieri është përveç se shtëpia e dytë sot e jone, është edhe shtëpia ku ka jetu gjyshja jemen, fëmininë e saj, voglinë e saj më saktë. Ajo është largu edhe mas shumë vitesh i na rikthy prapë. Shumë bukur. Prandaj erdha dhe zgjodha këtë vend kaq të bukur ku kena me gjithë që cinë duhem me vazhdu me pyetjet e mia. Qa është, e nisim aty, ku e fillova, qa është Hosana për ty? Për para se me fillu emisionin, po thoshe që kur nuk i kam kuptu nanat që kur fliqin për fëmi s'po shoshin kur. Thosha, kanë tema tjera, bëjnë gjë tjetër një jetë përveç se merren me ata fëmi. Sot i kuptoj shumë mirë. Edhe po të filloj me folë për Hosanën, ti jesh i sigurt se deri nesër nuk po shoh. Hosana është dashnia më e madhe që mund të kem përjetuar ndonjëherë në jetë. Ata durët e vogla të saj janë shërimi i çdo plagë të mbrëmshme, të jashtme. Si ka ndryshuar dita jote, masi u bani një nan vet? Mund të them që ka ndryshuar për mirë. Kjo për mirë, sepse Hosana në fakt është fëmijë i butë, fëmijë i urtë, edhe ai zgjimi që ajo bën në mëngjes është gjëja më e bukur që kam përjetuar ndonjëherë. Ajo veçesh, edhe kur çohem natë me shku me e marr, ajo është të më frit me i buzëqeshje diellore, ndërkohë që mund të ketë 1 orë ndoshta që ja zgjuar dhe rrin aty po bezdis. Një fëmijë qetë. Po Kedlinin fëmija, mund na sjellësh pak, na kujto pak? Po, Kedlini fëmija është pak kjo Kedlini që është sot, edhe pak më ndryshe, sepse normalisht edhe ti ki me kuptu që njerëzit nuk të lojnë gjithmonë të mirën tonë të ti, po një pjesë largohet fatkeqësisht gjatë rrugës, por mendoj që ajo pjesa e gëzueshme, ai Kedlini që gëzon kur takon njerëzit që don, ai Kedlini që i gëzohet momenteve të vogla, është edhe sot. Kedlini vogël, mendoj që do t'ishte krenare për Kedlinin që është sot. Kjo ka rëndësi. Cila ishte dëshira e Kedlinit vogël dhe ajo realizu? Po një ndër dëshirat ka qenë që unë gjatë jetës me kanë përgjithsisht me mikrofonin në dorë, edhe kështu ka ndodhur. E dyta dëshira e jemja ka qenë me pas një familje të shnetshme, të nërtume për i mejet, pra diçka që jo vetëm e kam gjetë gati, si që ka ndodhur me prindët e mi, po të nërtoj një familje të shnetshme edhe këtë e pata. I kisha vu një deadline vedit që kur t'jem kaq vjeqe do t'kem edhe vajzën teme, se Hosana ka kene programume që do t'vinë edhe ashtu ndodhim. Doli edhe virgjëresh, ashtu si që kisha planifikuar. Ti në një mënyrë apo një tjetër je pjesë e artit, po cilat ishin hapat e parë dhe gjurmët për një artisteje? Qysh e vogël po flas? Unë e ka po ta tham shpejt se herë tjera jam zgjat më shumë me shpjegu. Bilbilat e vegjël, kanë ndalja jam e parë në skenë. Nana ishte juri, qote fëmijët në çana kulturore të fëmijëve sepse ishte mësuese. Nuk ishte llogarit që unë me konkuru ndonjëherë te bilbilat e vegjël. Unë isha thjesht një fëmijë që kam shku mas mamës teme, ajo këngëtare. Unë kam një provat e saj, kam mësuar ndonjë këngë rastësisht. Një moment dola në skenë, i thash kam nanën më të keqe në Shkodër, sa ajo bjen ton fëmijët e Shkodrës me knull përveç mejet, me myll gojen, nxjerrën në skenë me farit e laze, edhe përfundova të marr një çmim inkurajues. Hapi i dytë ka qenë prezantimi me Miqtë e Ketlinës, emisionin e fëmijëve, ku besoj ka qenë një ndër katapultat më të rëndësishme sepse nga ajo ditë nuk jam largu kurrë më prej publikut. Edhe unë shpresoj ta nisi kështu si ti. Na sjell pak nga këto festivalet apo konkurset e para që ti ki kenë si prezantuese? Në kohën që unë kam qenë fëmijë, nuk ka qenë shumë e lehtë që një fëmijë të jetë prezantuese. Unë kam qenë brezi i përcirkuitimit, edhe ka qenë një person përveç se shumë i mrekullueshëm, shumë profesionist, por ka qenë
shumë strikte dhe kërkote që në momentin që produkti ti dalin tjetë ashtu si qaj e mirë me note dhe përgjithsisht prezentuesat nuk kanë fëmijë. Unë mund të them se kam ka një nga ato fëmijët me fat që kam pas mundësi me prezentu edhe festivalin e fëmijëve, bashkë prezentu, edhe mund të them që për mua ka një nga fitoret më të mëdha, sepse në momentin që ai të besote prezentimin e një diçka aq të madhe për te, domethënë ishte si më dhënë një çmim shumë të rëndësishëm. Sa bukur. Marrëdhëniet me fëmijët si ke? Shumë të mira. Ti e din se sot kam dashur të qesh fëmijë. Mendoj që edhe fëmijët më kanë qejf, po edhe unë i kam shumë qejf. Po për këngën, si të lini ky pasioni përveç se dolën skenë dhe the që nana jote është më e keqja me që s'ka lënë me kënu? Nuk e di, mendoj që ka kanë pjesë e genit ton familjar. Ne nga familja e nënës teme kënojmë tonë. Po kur tham tonë edhe kur kena festa familjare, nuk ka njëri që nuk qohet, nuk merr mikrofonin, kënon, ka kënu gjyshiem, nana jeme, kam kushëri të larg nga baba Luk Kaqen, edhe ai ka kanë këngëtar, kështu që besoj se jam e rrethuar me njerëz që kënojnë edhe kjo gjë më ka bë riknocin, po ashtu e kam kushëri, besoj. Si është vani, bëhet ku vani. Cila ka qenë mbështetja dhe suporti jot më i madh? Nana, familja, po diskutim. Ti e din mirë që prap ti je një brez tjetër dhe gjanat sot ju i keni më të lehta sepse ti vjen me një telefon dorë ku lajmëron familjen, i difton ku je, çka kemë bë, po ne i brezi që familja na ka njëk dhe ka ndajt aty me ne se ashtu ishte mënyra jone e të lidhunit me njëri tjetrin. Po diskutim që familja ka kanë mbështetje e më e madhe, gjyshi jem që si jeton më ka kanë personi që ka kanë kudo me mua. Gjyshit mungon? Çdo ditë. Është një lloj mungesët që nuk më duket sikur me kalimin e kohës se njerëzit thonë që koha i shron plak, po këtë plak më duket sikur e hap se merrat shumë malli, sa më duket sikur nuk ka për të shëruar ndonjëherë. Okej. Ti kam vënë re që në disa raste këto gjërat madhore familjarëve vendos ti mash për vete. Edhe brenda rrethit ngushtë shoqëror familjar. Pse kështu? Unë përmendim këtu konkretisht rastin e dasmës. E para unë mendoj që njerëzit kanë mundësi për me ndërhyrë lumturinë tonë. Edhe unë mendoj që gjanat sa më private të jenë, aq më të sigurta edhe të lumtuna janë, edhe këtë ta them se një këshill për jetën tonë. Historikisht, gjanat që nuk i kam nda me njerëzit, kanë gjanat që më kanë ecë më mirë, gjanat që më kanë funksionu, edhe më të suksesshme të më të lumtuna të mijat. Unë kam, po diskutim që i kam da një pjesë të dasmës, ka shumë gjana që nuk i kam da, ka dhe shumë gjana tjetë teme private që nuk i ndaj, edhe pse njerëzit, unë jam shumë aktive në rrjete sociale dhe mundohem me nda shumë, por pjesën teme të private edhe shumë të lumt, unë kam qef që me kenë mërna një rrethit ngushtë, që e di që gëzën për mua ashtu si që gëzoj edhe unë për ta. Shumë bukur. Ceke pak pjesën e rrjeteve sociale. Si e vlerëson ti këtë komunitetin që ke kriju me ndjekësit e tuja? Unë e kam vuri që storyt tuja janë gjithmonë aktive. Si e vlerëson këtë? Si mund na përshkruash pak? Se kesh ndjekëse të rregullta, besoj është diçka e bukur. Me thonë drejten, jam ekstrem falenderuese dhe uroj që ata t'jenë të e pa, nuk e gjej gjithmonë mundësinë për pavarësisht se unë mundohem me kthy përgjigje pothuajse tanë mesazheve që më vinë. Po jam ekstrem falenderuese sepse unë kur kam hap Instagramin as nuk e kam ditë se ç'është është Instagrami. Unë kam kanë fëmijë, Instagrami për mua ishte një vend ku unë i vesha filtra fotove për Facebook, sepse në kohën që unë isha fëmijë aq disha edhe ai ka opsionin me vu filtra. Edhe unë e postosha foto në Instagram pa dashje. Po ajo thjesht më rute në galeri që unë me postu në Facebook me filtrat e Instagramit. As nuk e kuptosha që njerëzit ashtu janë të mjek në Instagram, dhe unë kisha bë disa mjekësa në këtë formë, po e kuptu. Fakti që unë kam mjekëse vjetra, shumë vjetra në Instagram dhe vazhdojnë e mjekin, jam shumë e lumtun edhe kjo do të thotë shumë për mua, pa diskutim. Instagrami sot është bë një mjet punet, unë e kam edhe mjet punet, edhe pa ta unë nuk mund ta kisha këtë punë. Kështu që një farë mënyret ata janë, mund të them, suksesi i Instagramit. Shumë bukur. Marrëdhënien me bashkëshortin, si e ke? Si e ke të mirë, po do doja ta dëgjoja nga ti.
Marrëdhënia me bashkëshortin e hinë gjëra që unë nuk e doj, sepse nuk duhet që njerëzit me më ndërhyj kur. Po unë kam një marrëdhënie, besoj atë që unë kam dashur në jetë. Kam një person që e kam si shok, një person që ndaj gëzimet, hallet, mirë kuptohem, ndihmohem prej tij, qoftë në biznes, qoftë në familje, qoftë në shoqëri. Mund të jetë, po është ai personi i parë që kur kam një shqetësim apo një gëzim apo një pikë pyetje, unë e marr në telefon. Sa bukur. Unë imagjinoj se si ju dy griheni me njëri tjetrin për Hosanën. Kush e don më afërt? A është kështu? Ashtu është. Faktikisht në shpesh që çiftet kanë probleme me njëri tjetrin sepse burrat nuk i ndihmojnë gratë. Po të ne nuk ndoll kështu, përkundër, ai është shumë protektiv në Hosanës edhe ndonjëherë më duket sikur e tepron me përkujdesin që ka ndaj saj. Sa i tham, ej, fëmijë kanë tonë. Shqetësojo. Kush e zgjodhi këtë emër të bukur? Unë e kam zgjedhur. Nuk i lë rroll. Jo vetëm për këtë, po më para se me gjetë babën e Hosanës, kam pas plan me pas 4 vajza, edhe kam pas 4 emra. Hosana ka kanë emër i parë. Është emri i motrës që se pata kur. Kështu ishte llogarit, që po të kisha i motër do të ishte Hosana, nuk e pata kur, emrat i rujta për motrat e mia. Ti ke rujt që atëherë? Po, tashmë ka Hosana vajza jeme. Po mirë, ti e kishe planifikuar 4 vajza, 3 tjera do i bash? Tesh kjo është pyetja e $1000. Unë këtë e kam tërheq momentin që kam kanë shtatzon Hosane. Unë kisha dashur shumë në fakt, që me pas një familje të madhe, nga që vi për një familje shumë të vogël, edhe kur tham vogël, pa teze, pa doj, pa hall, fëmijë vetëm unë, fëmijë vetëm mama, vetëm një agj, edhe gjithmonë i kam pëlqyer familjet shumë të mëdha. Po kur bëhesh prind e kupton që nuk është aq e lehtë me pas një familje të madhe dhe unë nuk e di, ndoshta Zoti ka më dashur unë me pas aq të madhe familje, por për momentin po rrisim Hosanën. Okej. Ta uroj me gjithë shpirt. Faleminderit. Edhe kur do e shohim Kidlin në televizion sërish? Kur fola për gjanat që nuk i ndaj, për me më ecë, kjo futet tata. Kat! Unë mund them që gjaja e vetme që mund të anoncoj është bashkë prezantimi që do të bëjmë bashkë për bilbilat e vegjël. Unë jam rrit, po zemra jeme nuk ka ikur për çantës kulturore të fëmijëve, mendoj që aty kam kalu pa frikë vitet më të lumtuna, edhe në tonë jetën time artistike, ajo është vendi i vetëm pa stres, pa mërzi, edhe pa shkopa në rrota, e lumtun, edhe mund të them që aty nihem kur më pyete për Ketlinin e vogël, aty kur kthehem prapë si ajo Ketlini i vogël. Sa bukur. Unë kam bërë shpeshherë ftesën për më ardhmë me na ndjek në 2 finalet madhështore të edicionit 30 bilbilave. Do jemi unë Ketlini, do jeni ju, edhe bashkë do është nërisi. Mund falenderoj shumë që më dhe pak nga koha jote, se e di që të shi edhe mami, ke edhe punën edhe s'mund t'i lesh. Faleminderit shumë. Unë për ty gjej gjithmonë kohë, por mund mos jetë e lehtë. Jam shumë e lumtur që Shkodra ka djem si puna jote, edhe kjo gjë më lumturon shumë. Uroj që të kesh një të ardhme të ngritur, ashtu siç po mundohesh edhe e shoh se sa djalë punëtor edhe i mirë e gentil jeti. Kështu që kur unë thash du 4 vajza, po të kisha djalë do të kisha dashur një si puna jote. Por ndryshe nuk lejohet. Shumë faleminderit. Ne u përshëndesim edhe rikthehemi në studio pas pak.